Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 23. Data 23 maj të 2026. Është një ditë shumë e rëndësishme për sa përket anës ekonomike, për sa përket bizneseve dhe lajmeve të mira që merrni në anën e punës suaj. Një vlerësim shumë pozitiv që do të keni juve në lidhje me takimet që do bëni, lidhje me punën tuaj. Por do keni kujdes për ditën e sotme. Arsyeja është sepse kjo ditë na mëson shumë gjëra mbi vendimet që marrim, mbi kohën tonë, mbi mundësitë të arta që kemi, por duhet të jemi shumë të kujdesshëm në ndikimet të mëdha që vinë drejt jush, por ajo që është më e sigurta që unë e them dhe them të madhe, pa përfunduar një çështje, nuk duhet të ekspozohemi. Sepse ekspozimet janë pak problematike, kanë gjëra që nuk janë fort mira, sepse ndryshe ne themi nga gëzimi, tjetër e merr tjetra, njerëzit të ndryshëm e marrin nga hidhërimi, pra bëhet një gatarresë, do ta thosha unë, që nuk është e mirë që juve nga një dikim shumë i madh edhe të ndodhi në anën tjetër, në anën ndikimit të negativ, nuk është në të mirën tuaj. Por do të keni shumë kujdes. Ajo që do të keni për juve që merreni me real estate. Real estate do të thotë shitblerje, do të thotë pasuri pa luajshme, pasuri pa tundshme. Ka disa ndryshime. Ajo që do të thotë ndryshimi më i madh, që lidhet me shenjat e zjarrit, siç janë të dashit, siç janë luanët edhe shitjetarët. Por shitjetarët duket se kjo periudhë është periudha e ndryshimeve, e komunikimeve, e mundësive të arta që vinë, dhe kjo do thotë një nga anët më të mira të mundshme që juve do t'i keni. Pse jo, është dhe koha që vërtet është në anën tuaj. Pozicionimi i planeteve ndihmon jashtëmase, sepse një trekëndës që bën sot dielli me hënën dhe në anën tjetër me Jupiterin, ju ndihmon shumë juve të shenjës së ujit. Shenja e ujit që ka të bëjnë me gaforet të dhjetëshit parë, që ka të bëjnë me akrep të dhjetëshit tretë, por me peshk të dhjetëshit parë. Pra të gjitha këto janë mjaft të ndikuar në anën e tyre. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë ka qenë pak a shumë me ulje ngritet e veta, por na ka bërë më të fortë për të nisur diçka të re, na ka bërë më të ashpër disi në negativitetet të ndryshme, dhe kjo është një nga momentet më të arta që do të keni. Në përgjithësi, kjo ditë është ditë më fatlume për gjërat që duam të nisim, për gjërat që neve përgatitemi për javën që vjen, janë dhe kohët të ndryshme që keni dhe mundësinë e artë për zhvillime, për ndryshime, për komunikime në lidhje me ato çka jeni, ato çka keni. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim, dhe është një nga momentet që juve keni dhe mundësi, është dhe ana juaj më e mirë e mundshme, dhe stabilizimi, rregullimi është në anën tuaj. Prandaj mos i lini pas dore gjërat, dhe keni shumë gjëra të tjera që do të shikoni dhe vetë ku gjërat janë në favor dhe jo disfavor. Shenjat që kanë më ndikim të madh në fushën e punës dhe të ekonomisë janë shenjat së ajrit, që kanë bëjë shumë binjakët, kanë bëjë shumë peshorët, por nuk lën pas edhe ujorët. Ujorët edhe ditëshet të parë janë shumë të ndryshuar dhe të ndikuar në fushën e tyre, se ndryshojnë shumë gjëra në ekonomi dhe në stabilizime. Prandaj